Kure? 24. Dhe më pas kanë gënjur mua. U prenotova bilete. Jemi këtu me 2 tifoz arbëresh. Ata kanë ardhur nga Arbëresh, nga Italia, nga zona Sicilis, kanë ardhur në Shqipëri, por morën ndeshja në luan të Palermo dhe do ikin prap. Jemi këtu me Stefano Pietri, nga Arbëresh, nga zona Sicilis. Stefano Pietri Baldi. Dhe Ilir Montagna. Allora, Stefano Pietri. Ciao Giacomo. Ilir Montagna. Njeriu Iliri Maleve. Ilir Montagna. Bukur e djafta. Pason tek Pirlo. Atëre Stefano Pietri. Flasim italiano, siamo usciti. Sì, come vuoi. Allora. Mi sembra Insomma mirë skip. voi farete tifo anche per l'Albania ma anche per l'Italia. Come questa posizione? Sicuro per l'Albania, perché io sono albanese. Arbëresh. Albanese è una pëlqej të flasësh shqip perché io lo so, io lo so. Pra, ishte shumë i qartë. Ndërkohë, Ilir Montagna. È mio amico, vieni da Ose Libero Mali. Arbëria è per me. Sì. Sono curioso come Arbaressa. Perché non c'è un futbolista Arbaresh? E di Ilir De Biasi. Ose, si që ka Giovalin De Biasi. Giacomo. Duhet të ikim dashur miq, sepse sot kam shumë punë. Che punë? Do bëj valizën gati për të nisur për në Palermo. Po përdeshjen, të vendoj shumë Shako, më tregosh Flori, o Flori, hajt! Ika! Hajte Flori! Ai Shako, miru pafshim Shako. Miru pafshim Flori. Miru pafshim dhe kalor shpirë. Kalofshim bukur, edhe jove. Pra mirë, morë vesh. Dhe Masaroni, çfarë? Mbani frymën njerëz, ik Shako tash. Ta mbajmë ne që ta lëshosh ti. Ja pra mund katër mosketierët për të filluar këtë rikoshet ditën sotme, që cili do të jetë një rikoshet ndryshe nga gjithë të tjera. Dgjoj, sot është ditë e veçantë. Sot është Ashura Dynjaj. Pra është rikoshet me Ashura mrena. Me Ashura, me grur, me jeta, bota, buka, jeta kjo është. Se që kam një ashurllëk, sot shurllëk, se që Unë dgjoj, e lexova një status shumë interesant. Unë nuk e festoj ditën e Ashurës sepse jam kaur. Më pëlqeu shumë. Nuk e festoj ditën e Ashurës, jam kaur. A indro? Ka pas drejt, ha? Ka pas drejt. Me jetë me që po flasim për Ashurën, duhet dim që ne Ashura ka dhe veti, ë? Ka veti Kuruse? Ka veti ashuruse. Ashuruse? Po, ka veti Ashuruse. Po, qa ashuron? Ashurja? Shumë po shkosh në farmacike shurup ashure. Ashura? Parashure, parasamon ashure. Trishure. Është me tre Trileqe. me 3 lloj sheqernash. Siç është trileqe me 3 lloj qumshash. Kjo është trishure. Po. Pastaj ke edhe kështu, domethënë. Ashure. Poshure, shure. Okshure? Po. Ke edhe broshure. O çfarë? Broshure. O ta broshure. Atë durojmë të gëzuar të gjithë atyre vizitar pa Bektashin. Sidomos Baba Mondi. Baba Mondi, i cili është një baba shumë i mirë. Edhe më pëlqen shumë ky sekt fetar që është musliman, por ama pi raki, pi ver, ha, pi. Nuk e përjashton pra nga disa vesa thonë pra që ka burrë. Dhe lek ka shumë. Edhe ke pati që edhe lek ka shumë. Edhe lek ka shumë. Baba Mondi. Edhe nuk e di po aty ka Baba Mondi. Fjalën përshëndet se hapi Lili. Kush Lili? Lili Meta. Lili? Po, Shapallio, apo e bit ne është man. Po. Baba. Si kush? Baba Lili. Baba Lili. Baba Lili. Baba Lili. Baba Lili.
Esh na ka zënë liku duket. Ka filluar. Na ka zënë liku pa filluar emisionin. Gjithsesi, përveç se urojmë të gjithë komunitetit Bektashi, gjithë shqiptarëve, se ne shqiptarët me i festojmë gjitha festat. Ne i festojmë, nuk kanë ne. Kjo është ajo e veçantë e Shqipërisë, po. Kjo bashkëtesa fetare, bashkëtesa fetare e cila na shoqëron gjitho vite, shumë vite, dhe për këtë ne shquajmë pavarësisht nga inatet e brendshme të vogla që ka, por ne duam të festojmë të gjitha festat e. Ne festojmë festën e Krishtlindjeve. Festojmë vitin e ri, festojmë Kurban Bayramin, festojmë Ashurën, festojmë edhe Pashkët, Ashura Mo. Edhe supa. Ore këto Jehovajt kanë festë po. Po, kanë po se festojnë. Hadi, vetëm bider sot 15 minuta kohë. Për festë. 15 minuta kohë flasë për Jehovajt? Jo, mirë, vjen tjetri. Mi që do me folë me këtë 20. Flasë me mund atë. I fosëm një përuar gëzuar. 3, 4. Shumurime për ju. Shumurime për ju. Shumurime për ka gjë shumë bukur, se më pëlqen mua. Është dita e Shënëmvruzit, a? Se ha Ashura valla, i gjë të lehtë. Jo si këto kur bën Bayrami, thërqi. Vjen për ato qingja, me mira qingja. Zhynof. Ashura valla, gru. Vjen nga toka. Tak, gjë. Pak sheqer, pak zeshte. Bile sot ka dhe një Ashura party sot ndarke. Ashura party, nga Ashura me alkool. Ashurkol. Dhe ftojmë të vijë aty të prezantoj këngën. Ai që ka sot festën. Isra. Ortodoxos mexicanos. Que viver aquí en Albania. Y que saber el número de teléfono de esta emisión. Estoy aquí. Ledion Ocho! Hajde, o Ledion, hajde si. Ama, ka shërë për festë, Ti e ke një emër. Sa i mi e bërë, ma. Faleminderit. Që kërë bërë babaj e bërë shumë king. Ka marrë pak knur. Shkoti, unë jam bërë king që kërë bërë baba. Flori është bërë king që kërë bërë baba. Ti e bërë king që kërë... Piqesh. Adi, bëu baba të bësh king. Indri, bëu baba të bësh king. Piqesh, prandaj. Ti e bërë king pa për baba. Piqesh, prandaj. A, do vinë sante? Ja, do vinë pa tjetër. Nga një birë të pimë. Nga një birë. A, do nga që Ska, Luka. Okej, qa këngë është Jo, Ledion, jo para se nuk e thëmë numin në skip. Në numër telefonit, emisionit? Është kjo këtu? Po, e tyrë. 0-6-3-3-3-1. Bravo. Mirë, u tha dhe numrin e telefonit në skip ka Ledioni, kështu që vazhdo Ledion, prezantim e këngës. Mund të bësh reklam me do të thënë party sot për Heineken. Sante, do bëjmë Heineken session. Edhe jeni gjithë ftuar, do kënaqemi, mos më i kanë dhe, ej. Jo me kanoqe, me shishe sante. Me shishe. Do shpërthej shisha. Me shishe? Okej, kjo këtu është inde? Ajo. Okej. You and me. Disclosure featuring Eliza. Nuk e thash mirë, po bjerë telefoni.
You and Me, Disclosure featuring Elisa Duliteller. Elisa Duliteller, Patrick Ro. Që bënë për garazhe, që ti vënë për klabe dhe pi diçka më shoqërintate. Që opinione sot mbas emisionit. Shëndet, ka që ishte gëzuar, mirë pafshim, ikim shpisë këna kalamur të na qajnë. Okej, flasim qik për temën. Si Ashurja sot. Ashurja Sauk. Kokra dhe gërurit të kësës. Sauke, do rëthasi Ashurja në për motele. Ja vete. Okej, flasim qik për temën? Flasim për temën. Okej, e nisim me një temë që ka të bëjë me pak ditë më parë. Shtovë, filloj edicioni i 9 Big Brother. Në Top Albania. Top Channel, Top Albania. Salve, të ke pasë? Top Albania Radio. Dhe ishte fundi për sote! Top Channel, po tani në Top Albania pra. Top Channel, Channel. Top Channel? Channel. Është edicioni 9. Të pjersa në veshë. Top Channel, aty ke Top kanali. Top Channel. Okej, filloi edicioni 9 dhe ishte ndryshe nga çdo vit tjetër. Ishte shumë të ftuar. Domethënë, unë e hapa në orën 9, ishin tu u fut sa njerëz. Kur e çova pranë 12, ishin tu u fut prapë akoma të tjerë. Madje më thaj komshia ime deri 6 kam prej tha zgjut, vazhdoni të futeshin njerëz. Qa bëhet shu? I thash mos ke qenë tu pa shumë në fut. Mos ke qenë tu pa live kamerat e kufirit. Edhe un pa shër që ditë e parë. Shër, po, ashe pam. Aty nga vrulli kanë hyrë dhe shoferët e makinave që kanë sjella, kuptoj. Dal nga shtëpia. Big Brother pa sherr është si parfumi pa erë, nuk ka kuptim tash. Ha? Po jo tash. Si ta jep dhe ta merr. Po, ta jep ta zbrit Erdogan. Flori, mund të bëhet një Big Brother në radio brenda kështu apo? Me audio, vetëm audio. Big Kufja. Big Kufja. Big Kufja. Big Kufja. Okej. Qofse ju do ishit banor, ose do ishit kandidat për të qenë banor. Mos po të ishit banor. Të ishin brenda Big Brother. Çfarë do bëni ty për të fituar? Pulli pulla. Do të zgjidhni Po edhe këtë hyn direkt. Atëherë në 068 40 3381 ju dërgoni mesazhe për temën e cili sapo e tha Flori, po Pulli pylla. Pra çfarë do të bëni ju për të marrë ato 100 milion, pra që është 100 milion për të fituar. Edhe gjithë. Unë kam bërë strategji, kam bërë që unë nuk do të zgjem kot, skema do të rregoj vetë. Skema ime është që të bëj. Skema është, si më me qenë ti marr. Skema është. E jam ta bëj kështu. Skema është. Ne ma buzu Flori. Dhe ndryshe nga çdo vit tjetër që njerëzit shkepeshin brenda dhe kamerat kaplin oborrin dhe gjithë shifnin pishinën. Tani ka rregulla. Tani nuk ka shkepje në Big Brother. Nuk ka? Jo, valla do ket. Do ket dhe do filmohet. Është me filmim. Do dali pini 1 2 3 4 ose 000. E ndjen shumë muzikën popullore. Tallavaj, kështu shkon në zëri, ë? Të rraf mega seksi. Pra qofse do. Si e bën Flori? Nga ditë eksitim. Kam shumë. Të vujt muzikën. Ju kuptoni sa po vujun. Atëherë në 068 40 3381 dërgoj mesazhe për temën. Po ti si ju pjesë e Big Brotherit, çfarë do bëni për të fituar 100 milion? Sa shurë ke hëngrë sot? Çfarë do bëj ti Flori? Sa shurë ke disa shurë? Unë do isha vetvete vëlla. Sepse ta them sinqerisht, sepse të gjithë që hyjnë aty fillojnë sa me Salën do sillen si i fort. Me Adin do sillen si frikacak. Si sa fillim që kështu që kur edhe e kanë vështirë pasaj nga fundi me majt men si e lash me Salën unë e ngatron çfarë do bënë me këtë, çfarë do bënë me atë dhe bëjnë dëmsh. Flori kupton shumë mirë këtë pjesë. Ne kuptoj shumë mirë dhe unë nga që kam qenë vetvete kam arritur deri këtu ku jam. Okej, e mbyllim thotë Indri sepse erdhën ashuret. Erdhën reklama. Oje shililili. Oje shililili. Kjo është një këngë që unë nuk do ngopem kurr. Zoe. Duke ngrënë dhe duke pirë me ashure. We're all we need. You tell me of a place you like. Ricochet. Ricochet sa më pëlqen kjo. Ricochet, sa buja e ka thënë Floria, Ricochet. Pritëm, duruam, marruan reklamat. Na erdhën të gjitha gjërat e duara. Na erdhën një kemi. Flori sapo u zhduk për të ngrënë picën e tij sepse ai gjithmonë gjatë gjithë. Si ka mos jetë. E ka këtë avantazh. Ata i ka pizza. E kanë kontratë të punës. Ai ngjas gjysa pica dhe vjen në 8 pa qerek. Mirë, pra sot do të ngaspojmë që ka filluar para pak ditësh pra edicioni i ri i Big Brother Albania, pra Albania. Po, dhe ne duke
edhe për support të Big Brotherit, po edhe për të bërë një çik më për ta marrë vesh më mirë se çfarë mendojnë njerëzit qartë. Për të futur Big Brother për të qenë 100 milion lekë, po 100 milion janë shumë, ha? Po. Fati jot i keq që u ke qenë 10.000 euro ka qenë. E vetë ta futan. Sa ka qenë? Që ka qenë. Jo, s'ka qenë 10.000 euro. Sa ka qenë? Ka qenë 50.000 euro. 50.000 euro. Po. Okej, tani është 100 milion. 100 milion, po më 100 milion tash janë 80.000 euro. 70.000 euro ka qenë gotime, prap 100 milion me lekë. Atëherë 70.000 euro. Po 100 euro, tani sa mirë. Po. Amik, Metrami është. Metrami, po, edhe me leva bullgare, si këtë tjetër. Mirë, atëherë tema për sot është nëse ju do të ishit pjesë e Big Brotherit, çfarë do të bënit ju për të fituar 100 milion? Mirë, për të gjithë të rinj, të reja që kanë dëshirë të jenë pjesë e një spektakli ndryshe. Jo, gjithmonë. Sepse tani kanë ju çiftet, për shembull ti Adi, se ke eksperiencë. Ja, ta thuaj. Më thuaj, ta zbërtheu si është historia. Mjafton të dalim nga klishet e Big Brother ndër vite pra. Duhet të ketë seks, dhunë, sherr, dhe krijosh një imazh dhe një, domethënë duhet të ketë skupe. Skupe. Një imazh të mirë krijon duhet të bësh seks. Ma domosdoshmë, po ku e di unë. Tani un kam dëgjuar që aty ka dhe psikolog. Domethënë, aty ke dhoma rrëfimit, ku të thrasin, edhe të drejtojnë çfarë duhet bësh ti. Jo, për të gjithë ajo lojë. Ka kështu apo jo? Po, patjetër që ka. Po, patjetër se është psikologjike. Dhe aq më tepër që ajo duhet qenë brenda, ajo të gjithë përjetojnë më mirë, mund ta kalojnë mirë situatën. Vajzë përjetojnë atë. Po, ka njoft pak në për edicione të tjera që çka ka thon ky për mua. Alo? Kuado? Kush është ky? Ku je Mado? Ej, kush është ky? Ha? Ti kujtosh? Jo. Ka qenë gënjishi. Kush është ky? I dashuri ishte. Ishi noches. I dashuri noches. Kush është dashuri noches? Olsa! Ku je më sale? Po si të pash më valla, nuk e ndryshu fare më burr. Me ditën veshje që para 10 vjetësh. Po, me ditën flok, me ditën pamje, me asgjë s'ka ndryshuar këtë. Si ka? Isha ul dhe kisha shtyp butonin pauzë. Ka fut në pauzë. Tani i bëj play. Po jesh duk nga tregu fare valla. Ku jam ti? Kam qenë me këto, kam qenë kam qenë i zonë. Ke qenë i zonë? Me ke zonë më valla? Larte poshte lartë shumë më gjona. Olso, ti bëre ca kohë kështu menaxher lokal derisa s'bëre ca lekti atëherë, ha? Po, bona, po ja gjova. Si të duket ky Big Brother i 9? Ky është fajtori Salsano që solli në jetën e Big Brotherit, solli atë që e solli ky i pari. Se ky bëj se ky ka qenë i pari. Kë shkepet ti nocën? Nuk e ma mend që nocën. Ku e shkepen në kravatë? Apo në banjo? Gjysë qartësi. Gjysë qartësi. Mos na kapshin kamerat. Një note me batanie. Me batanie që... Një note u muloshi me kanoqe. Me kanoqe? Under the noqe, up the kanoqe. E di Adi ato gjona. Di. Adi ka provu për vete. Ti ke qenë shkep si pari i Big Brotherit, e? Pse, ti ke shkep Big Brother? Jo. Unë kom qenë arsye që duhet me mor leje bashkita si për punime. Si për punime? Qa punime? Se unë bona shemi e ndërtese. Shëmbi murin e psikologjisë. Murin e psikologjisë. Fyutabun. Shëmbi spektakël televiziv. Qa bën tani, Olso? Hiq pasi gjo, rrim. A e pe javën e partë Big Brotherit? Jo, isham gjum. Olso, dhe pranoj edhe herë tu arrestoje nga Big Brotherit, bie burg 3 muaj prap. Po pamë se mos kam në gjë për të bom. Se mos kam në gjë për të bom. Dakot më? Si, po, ti ishe në gjumë, po ne dojnë pysë për Big Brother, ishe në gjumë kimo. Kisha vozile nun, po nuk me. Po mirë një lajmë në ikë shumë portal, ke lezuar ti qa thot për Big Brother? Ja, më kam marru oferta. Po mirë pra ikë mirë pafshë. Na poli shokut tim, na. Me ka jetu i pris? Një Fabio, a do? Na foni. Allo, të Poli Big Brotherit. Dëgjo, unë për ty kam shumë respekt. Ideal King, simpatik. pavarësisht nga perceptimi që ke në të folur si puna ime. Po e Poli ka bështi. Në Amerikë. Poli ka vite që është në Amerikë, emigruar prej kohës në Amerikë, tani me letra me gjitha? Me letra. Vazhdon të jetë gjithmonë në formë të mirë fizike, pra trupin e ka pasur. Flokët i kanë ngjesh pa ato që Gitanga.
Shtanga. Shtanga, ose tanga, po për flokët. O bol, për flokët çfarë do bësh? Për flokët do të bota plan. Transplant, ë? Malë mund të. Si ran flokët e këtij? Si ka flokët se? I ka. Trupli ka bukur, trupli. Nuk e shkon. Tura ti me jam fare. Oh, Poli, pe javën e parë vibratit më. Mo tatut, pato, o malendeva tu, lo va tu këtaj. Tu vibrave jote, eh? Moj maj. Po të duket interesante kjo me çifte si duket? Me ta? Me çifte. Me çifte që. Ta të them me. Jo me push kjo. Ato dova. E dje me çifte kjo. Me çifte. Me kjo me. Po Indri, ngreja pak nivelin e asaj makinërisë sot, se po na dalin sa fjalë. Rritja çipit. Rritja çipit e çikat. Rritja sigurisë. Rritja gay tipin. Rritja gay. Gay tipi, ai. Gay tipi, gay tipi. Se më doli si gay tipi. Jo. Mirë. Si do duk këto me çifte kështu? Do doja të pap kontente. Po këta thënë që mund të hyjnë dhe ish çifte dhe Big Brother. Ti të skepen Big Brother, ku skep Big Brother? Ja, te pat nonën. Nuk skep asnjë? Ja, ka qenë tentativë. Oh, po. Mo lutem ti të tepja, po nuk tepja nonën, po do të makina tepte. Oh, po. Po. Në Amerika bëhet Big Brother atje më ka. Po. Ka Big Brother Amerika më? Ta për do të Kalifornia, ka Big Brother vet, Big Brother California. Big Brother California, se nga shtete. Big Brother. Ka Big Brother vet, Big Brother Texas, bravo. Unë të datë ma pjetë Big Brother ma të tutet. Dhe Massachusetts e ka të burë. Massachusetts? Po mirë, ca dyshimi ka një gjithë veçantë Big Brother janë dhe ca ka? Po Massachusetts si është larg? Massachusetts. Po, ka të me batin. Nga ku? Nga San Francisco. Nga San Francisco, Massachusetts. Është ka San Francisco. Tu tiki të përiki për aeroport të ati. Alti! O, që ka mos në aeroport të Rinasit. Mirë, hajde rrugë të mbarë. Ja, qona nga i bje për Rinas. Të ke ura. Zota kesh më problem, sepse kryetari bashkisë... Ku jetë tani, Olca? Urdra? Ku jetë tani të të rëdojmë ne? Më rrugë. Më rrugë, po ku të vëndi? Shof Palma. Atere, në fund të Palmave... E si drejt do me thonë. Jo, e djathas, në fund palëve do këthesh djathas. Është një karburant atje, këtheo djathas, kur thot Rinas. Unë jam tu ku shkru skuth. Suks. Ke i shumë, ke këtheo mrashk. Jam skuth, jo. Ami ti ma, njële të dhonë menti, na, jem. Me këpë? Që ka me i fjellë, ma kim pa, uzi aty. Herda! Jo, më thë. Pse? Kjo se vetëm. Pamela ti dash rrugë. Ja, sa të shkëtë. Ka një parti bashkë të vjetrit. Oh, je. O, shtu Pamela fare. Pamela! O Pamela? Më me këm në tokë të lutur. Po një jetë kemi. Më shumë mirë bën që jetë kemi, po orë si një jetë ti për jetë. A pardi? Fred dhe Polin. Jebja Polin telefon, jebja më fol ti. A pardi, da pardi. Po pordi na fordi. Jo, sa larg është aeroporti? Këto të la policaj. Sa larg është aeroporti? La foj pa mendet. Qa ishte? Urdi thash këtirë, futu këtu, urdi, ardi. Ignorant. Futu ke nën karimi suksit, edhe që prap mrap, se dejnë vorët. Edhe dardhin prap atyrë. Oh, Pamela! Par. Kështu të ka lati branche para pak ditësh këtu. Par. Me ekipin e vet. Ka lati branche? Me çfarë ekip?
Se ka ekip kalësh i brancë? Jardë, tardhe të kyrë. Tardhe, Tardhe të gryt. Sa pa ikin për... Po qa? Edhe herë pa mirë. Sa pa ikin për... Për skaf. Për urdhum parti. Hashure parti. Tullum parti. Tullum parti. Par. Na fordi. Oponi. Na poti, të këtë rrugën. Qa si tullum parti, më? Qa është kjo? Na fare TikTok-u tjetër. Na blepe që këta një të hyrë, jemi kuriosh dim. Mish të Big Brother. Eno Popi. Eno, po zot ty ti po Eno. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes. 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 Eno. Po, le të hedhim një sy gazetave. Hidhi një sy. Isli, le të gazetën Isli. Isli. Është Isli me ty? E di se ka gjatë emrin Isli. Jo. Isli Bedis. Isli Bedis. E, më duhet ta mbyllin sepse sapo na kapi policia. Jo. Mbyllë. Richard Medmond, Our Beverbull, Iver Beverbau, Stat Motrat, Sonte. Edhe pak portokallin, Eno. Po, portokalli në Top Channel, të dielën, ora mbaj. Zbriti. Nuk e tha mirë. Mirë, atëherë kthehemi në mesazhet gjithë juve që nuk e dini numrin tonë telefonit, ai është 068 40 33381. Tema për sot është, Po flasim për Bigun. Nuk e di, t'ju ngacmojmë pak, po nëse doni të ishit pjesë e kësaj loja, këtij edicioni, pra si do të kush është strategjia po çfarë do bëjmë për të fituar? Për të marrë ato 100 milion që pra, që është çmimi i parë. Po Indro, hapë që të çajë që mesazhi. Do rridhesha me Armelën thot 801 dhe pse ambiont. Armela është një super seksi aty? Po tani duhet kohë sa të mësojmë. Ajo s'donte Bjorn, donte Bruno? Çfarë është kjo? Nuk e di. Pra është quajtur për edicioni çipseve Salsano. Fjali është lënë tu çip, do të fitojnë në çift, ë? Po pra, është lënë hapësirë gjithë çdo lloj marrëdhënie që mund të vinin aty dhe po. DJ Babruja në Ricochet. Ha mondial, ku je ti mondial? Shtrim ka zonë klipi që viroze fonit. Çfarë? Ka zonë viroze. O, që ka smur. Smur. O, DJ. Po smur më. Të punu rroshin. Rroshin kujt më? Hardin. Hardin e rrushit, ë. Ti e di Salsano që ka hyrë një biznesi tjetër ky biznes. Tenton të jetë do prodhoj një parfum. Çfarë parfum? Parfum atë. E u de babru. Po ka një eksperiencë të mirë aty në atë zonë sepse me lule që ka zonë aty emri i parfumit quhet Handkerchief. Handkerchief. Po. Çfarë do thotë kjo? Shami, është anglisht. Shamia, parfumi Shamia. Shamia, se ideja që ai parfumi Shamis kur ti ndjeni aromën e saj që ka pas. Edhe për faktin që Po DJ, jo, me Shamin e marr gjithmonë me vete, edhe parfumin e ke gjithmonë me vete. Mund ta tregosh formulën e këtij parfumi me çfarë është bër me lulet e kujt? Po, një. Vaj karafili. 2. Vaj kisha me kajmak. O my god, se më vëmë sa. 3 lloj vajrash pas. Vaj me kanoçe. Vaj peshku? Vaj me kanoçe. Vaj peshku, jo? Vaj. Vuj. A çfarë formule që Po se shkova ka adresa www. Edhe ka pak klorofinikol. Ka pak klorofinikol? Klorofinikol? Ka Yasemin çtrydh? Dhe Yasemin, i jep ato ngjyrën e erën aromën. Po dhe klorofinikol jep ngjyrën e kuqe. Ja ngjyrën e kuqe, ha. Yasemin çtrydh, balsam flokësh. Aceto. Mo. I jep pak ta bëj pak afër, domethënë. Disi atat. Edhe kur ti në tren ky DJ? Ky, domethënë e kena shit një kuti. Po ty është me të thënë. Kur lyesh me këtë? 5 minuta e parë nuk shef mirë. Nuk shef mirë, alkooli gjallë. Djegin syt.
Po pas Pastaj kliro sinoziti. Kush është grup target? Kush është grup target që ke paktën e kene shit një parfum dhe ka pëlqyer shumë. Sa është çmimi i parfumit? 10000 lekë. Dhe kush është grup target që do qellosh ti në treg? 10000 lekë vjetra valla. 1000 lekë? 1000 lekë vjetra 8 kg. Pse është ka të hap. O DJ. 1000 lekë vjetra 8 kg. Është kjo vodka që shesë ato 4000 lekë 2 litra. Vodka. 1000 lekë 8 kg parfum valla. I ka blen Joni dhe shumë i këtaq. Çka cilësor shumë. Po e ka blen Joni dhe shumë i këtaq. Po me sa është ai me pakic? Po e ka blen për përdorim personal. Ashtu ë? Po DJ ku synonte ku stres synon të shesësh këtë parfum? O DJ. O synoj mo shan ka 40 e sipër. Ky që bleu parfumin kush është ky? Kesh një faiu. Ky meriton. Ky meriton. I dha plaku 6 kg falës, je ti kesh. 8 litra dhe 6-14 litra me 10000 lekë? Po, me 10000 lekë. E paket për fushat, ë? Po, u knoqën aty ke çadra, siki motash. Po ky parfum përdoret para buke, Këtë me këtë lysh herë muj, maj muj. Po për të larë edhe kur lash u kikën herë, ha? Lau, po çatu nuk ikë fare. O DJ, ti Big Brother e pe javën e parë mo? E pash. Ha, si duk? S'kishte muzikë. S'kishte muzikë. Si muzikë s'pëlqeu, ha? Doj DJ, të fote një tukci. A bëj DJ, s'ka. Po ti do të hyje në Big Brother mo? Po pse olla? Po ti çift apo do vije tek? Ka jo tek dal çift. Dal të trekshë, dal të kaçë, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, ë? Unë jam tip social. Ti po të ishe në Big Brother, do fitoj 100 milion, thua? 100 milion jo, po 20000 lekë po je. E ishe fitoj të me. Unë 100 milion motrën. Indri, dutem shumë, mbyll telefonatën. Jo tash, s'është. Fali, kërkoj fali, CTRL-Z. Shumë mirë. Ika. Mirë. Te mbyllim seksionin sepse mbyllim, po. E mbyllim sepse do kemi pak publicitet, pastaj shtres informativ dhe vim në orën e 2 të Rikoshetit. Bravo seksion. Atëherë në 068 4033381 është një telefon ku dërgoj mesazhe për temën e sotme, cilën e thotë Ademi një. Ne duam t'ju përfshijmë pra në këtë edicion e ri të Big Brotherit. Pra nëse do të ishit banor i kësaj loje të këtij edicioni, pra kush do të ishin metodat për të fituar strategji. Mund të jemi në mesazh. Ka strategji më të. Po si s'ka, pse po pagu? Trunate nonnas, kuka nonna, trunate gush pëllumate. Dindike dak, ohote keqe nonna je. Trunate nonnas vete je, rumpa pa, heste keqe nonna je. Hestu bofsha nonna je, hest. Trunate nonnas vete je. Jemi kthyer në këtë orë të dytë të Rikoshetit me këtë entuziazëm të çunave të nonës, sepse çunat e nonës ditë e mërkur bëjnë nomin 2 orë këtu. Mirë, falenderojmë Salsaun, i cili është sponsor sot i sponsori i emisionit të sotëm për sa i përket pushimit. Na e ka bërë detë birra këtu me pica me gjëra. Nuk janë birrat në radio, sepse kinjen. Detë birra bëhet mbas orës 8. Mbas orës 8. Po bëjmë një warm up pra sepse do ikim warm up për një festën e Heineken Edition që ka. Ledon Liço për sipër. Ndërkohë që ne flasim këtu Salsano, disa banor atje në shtëpinë e famshme në Big Brother po vuajnë ndërkohë sepse atje janë lojë sipër për të fituar 100 milionë Salsano. Atje ka strategji, ka luftë, përgatiten për të marrë 100 milionë ta rrëmbejnë. Lufta e madhe do jetë deri janë 100 ditë që do rrinë ata brenda, do të thonë deri mbas zgjedhjeve. Ka qenë film 100 ditë pas zgjedhjeve, dhe shumë kurioz sepse ata nuk e dinë çfarë ndodhi me kush do fitoj, do rinë zgjedhje. Çfarë bëj Basha, do bëj Berisha. Autorët kanë menduar një gjë që legët mos shkojnë të shpërndajnë legët. Jo vetëm një, po 2 xhepa. 2 xhepa. Pra fitohet në çift. Në çift, pra do të ndahet. O çifti që ka hyrë çift ose ai që bëhet çift brenda. Qartë. Pra do të marrësh dikë me vete pra pas. Pra nëse do të thënë brenda do ketë shkepje.
Atëre brenda do ketë shkepje, do ketë ngjepje, do ketë shkepje. Për të fituar 100 milionshin. Gjithsesi ne duhet t'i themi gjithë dëgjuesve tan tani që po na dëgjojnë këto momente, sepse tema për sot është nëse ju do të ishit pjesë e Big Brotherit, çfarë juve do të mund të bëni për të fituar ato 100 milion për ty në brenda. Jeni çift. Është një pyetje. Se çift këtë radhë. Sa është një pyetje që është bërë gjithkohë. Gjithkohë. Po shpëra që ai që e përgjigjet zgjuar, për shembull Luneta nga Berati, di çfarë thot apo jo? Hej çuna, unë do lidhesha me ndonjë djalë aty thot se ishin hyje ti hash o sot. Ju puç Luneta. Luneta ka çik shoh, është i pëlqen më shumë kjo. Jo. Edhe nga trupi ti hash kolla. Bërëm në Big Brother aty. Jeni më të mirë thot, dhe mos u tallni se e di që nuk ju rrihet ju. Mesazhi Luneta, ti sa kile je, ta dim. Sa kilogram? Mesazhi tjetër thot pra që të fitosh ato para duhet të jesh vetvetja e dikujt tjetër. O sa bukur është vetvetja e dikujt tjetër. Unë do të bëja seks çdo natë. Që të gjithë ata që më shikojnë do thoshin sa am shor që e ka ky. Pa haje pas ashtu am shor. Po për ne që se kemi qef seksin thot si ja bëjmë thotë që të fitojmë ato lekët? Thot mesazhi tjetër po që sa ka qef. Atëherë kështu është. Ky është kjo përgjigja kësaj gjë septi. Po ti lexoj tamam, pse si lexon fjalë kia? Jo, sigurisht ne bëjmë një lloj. O perifrazoj mirë situatën. Mos i bëj kështu se duket sikur nuk ka ardhur mesazh. Mira, kjo që po flasim do të ndodh tek një numër pra që është numri i emisionit ton. Pra gjithmonë Big Brother ka pasur analistë dhe ne tani do ndjekim një analistë për sa i përket fillimit të Big Brother 9 Albania. Se analisti gjithmonë duhet aty. Indri më thej që kemi në linjë telefonike një analist po. Alo? Vasil Jari. Zoti Vasil Jari. Zoti Vasil si e? Mirëmbrëma Zoti Vasil Jari. Zoti Jari. Vasil Jari. Varet nga mshen, qofse ti mshen në këndin alfa, do të them që rezonoj pak kënaqësi në këndin beta, sado që X-i dhe Y-it poshtë ti kanë barazbrinjës. Por nuk është ky thelbi. Po, kush është thelbi? Thelbi është ajo që do më pyesësh ti dhe unë do të përgjigj. Mirë, Zoti Vasil, ti ju jeni Vasil Jari. Vasil Jari, ç'është ky Vasil Jari? Tjetër ai. Vasil Jari është tjetër? Është analist politik. Okej, ky është politik. Ky është Vasil Jari. Vasil Jari. Pra, shoh që ju pas keni dëshirë që jeni analist i jashtëm? Jashtëm, i brendshëm, i cepshëm, i këndshëm, drejt barazbrinjës dhe rrethkëndor. Zoti Jari. Po. Ky Big Brother i vjetshëm ka një veçanti e cila ra në sy që në ditën e parë, domethënë që kur filloi. Janë të gjithë çifte dhe fituesit do të jenë çift. Bravo. Ti si mendon, ku konsiston ku do të lufta më e madhe midis çifteve për të fituar këtë 100 milionsh? Po, unë mendoj se ky format në fakt duhet të ndarë në tre dimensione. Pra, tridimensional domethënë. 3D është një format 3D. Që do të thotë risi njeri, risi kafsh dhe risi mut. Kush janë këto kategoria tretë? Dimensioni i parë, risi mut. Jo, risi njeri. Risi njeri. Po. Risi tamam. Risi kafsh. Risi mut. Dhe risi Shqyqy punoj kjo. Në dimensionin e parë, risi njeri, do të parë gjendja jashtëtoksore e dimensionit aktual o psikologjik të Big Brotherit. Pra, sindroma komunikativo elektroniko shpërndarse. Nuk është ky thelbi, sepse nuk luk. Zoti Vasil Jari, dëgjoj, nuk luk. Po nëse ka luk, nuk ka vlerë? Po sigurisht, sepse prizmi M shkon dhe pritet këtë drejtësa. Mirë, Zoti Vasil Jari, ky luk pritet këtë drejtësa. Drejtësa u. Edhe unë ashtu i mbaj duart aty si ty. Në formë pune. Si që dini, Zoti Vasil Jari, pra ju e Big Brother si vjetshëm ra fund 15 diçi. Zoti Vasil. Po jam këtu. Doja të dija ky luku që ndodh brenda aty, siç thotë dhe Salsano. Luku. Çfarë zhvillimi psikologjik zhvillon tek njerëzit pra dhe si moral? Nuk e di.
Atëherë, unë doja u shpjegoja shumë pyetja jote Adi, sa nuk e kuptova fare. Nëse ju do më ndiqni, është një eksperiment shumë i thjeshtë për të kuptuar se si ecën look technology. Look technology. Atëherë, Adi mbaj ritmin look. Ti salsano më lart. Më lart. Ky është kombinimi midis dy dimensioneve. Sa bukur, visa. Se si doli? Gjan sikur është një, po në fakt janë dy. A ta provojmë mirë? Eci look. Atë look majtas, look djatas, look mono, look stereo. Me syrin një analisti zoti Vasil, kjo lojë do të fitojnë ata që janë më të aftë në look apo ato që nuk bëjnë look? Në këtë lojë unë mendoj që do fitojnë ata që do duken dhe do bien në sy nga mesi i drejtësës 1. Mesi drejtësës 1. Që do thot nga java 5 e 6 apo jo? Pikat jashtë qendrore të paralelopipedit AC nuk do priten ta ngent me pingulen beta. Kjo nuk do të priten. Do të thotë Zoti Vasil, edhe një pyetje tjetër, Jari. Po. Në kjo lojë është lojë që zhvillohet, luhet me nga mesi e sipër nga mesi e poshtë. Tani që është lojë. Po, quhet lojë derisa ti nuk e ke lojë. Ishim me analistin Vasil Jari, i cili foli. Është analisti jashtë i Big Brotherit. Dhe ky do jetë gjithmonë çdo të mërkur me ne për të ndarë me ne mendimet e tij, përsa i përket zhvillimit të Big Brotherit. Varet sa lek hidhmi. Sa lek hidhmi? A që ke në linjë zoti Jari? Po, zoti Jari. Po, jam. Atëherë nëse na dëgjojnë drejtuesit e Top Albana Radios, ju do të hidhni shumë lek për të marrur Vasil Jarin, për të dhënë me tij si analist. Lek po 7-0. 7-0. Mendimi i tij është i pjekur, është shumë absolutisht po. Koncepcion. Zoti Jari, falenderojmë shumë për telefonatën. Dhe ne do të rikthehemi në atë që quhet komunikim virtual me publikun që na ndjek, me dëgjuesit tanë. 068 40 33381 është numri i telefonit që dërgon mesazhe për temën e sotme, e cila ka të bëjë me Big Brotherin. Në fakt, që ke shumë rënd sot. Pse? Merr një Viagra shtype, bën viza dhe jepi. Jepi. Jo, nuk më duhet Viagra. Jepi, shpëto. Nuk më duhet Viagra. Boldumb. Gulpyll. Gulpylli. O ku po bësh gulpyll tani? Gulpyll. Ti ke pullumb, sigurisht? Gulpylli. Gulpylli? Ka gulpyll. Ka dhe gulpylli. Jam kurios, nëse ti do hyjë në Big Brother, çfarë do bëj brenda? Do bëj në amin. Unë do bëj në amin. Çfarë mund bëj ti? Do hyja nga dera. Do hyja nga mori me tavarek. Me tavarek në kujt më? Direkt me tavarekun tonë është bërë për të ndruar. Jo, do ta ndrosh Salsano. Jo, unë kam mbajtur mirë, kam ndruar se diljet motorin. Ta kam mbajtur mirë. Sa mirë më kam mbajtur ti, kam gjetur xhama që thyve stopa edhe ça prishë brenda se diljet. Me gjerallafi. Kam haruar një pago haribo brenda. Haribo. Të karosh e qeri. O duldu. Ti do të preferoje të hyje në shtëpinë e famshme Big Brother apo të çatra, po themi. Të dyja janë të famshme. Njërën e shohin vetëm ato që janë brenda, tjetrën e shohin vetëm ato që janë jashtë. E bukur e thash. A thash bukur? Bukur e djatha. A nuk e meritoj çmimin e parë për të që thash? Bukur e djatha aty. Po ishte reperia. Ti sa mendon për çatrën? A ke shkuar për picën në herë aty? Çamët janë popullsi shqiptare. Çamët duhet bashkohen. Për çatrën. Çatrën. Çamët. Under the umbrella, Ella, under the umbrella, Ella, Jo, kjo këndume e perifrazoj në mënyrë të shkëlqyer se ç'është çatra. Ky është këlpull. Ky është këlpull. Ky është këlpull. Këlpull. Bëj të siglë top qenë. O Luldu. Do të pëlqete ta. Ka tashnore kë? Nuk e di. A do të pëlqete që të çoje një dashnore? Jo, të çoje në emision në Big Brother, çoje Zarfin.
Që ai më thoshte kështu, pollum zarfin, më thoshte Arban. Faleminderit Becka. Ti do të bëj Deckën aty? Bëj Deck. Becka. Atëre, ti bëj Arban, unë po vi Deckën. Okej, po bëj Becka apo Decka? Duçku. Hamësika. Becka me bë. Atëre jemi në moment të vështirë, më bëj muzikën e Big Brother këtu. Po bazën. Bëj që gël bazën. Ja. Jemi në një moment emocionues. Bravo. Njëri nga banorët do të lërë me njëherë shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Do të lërë me njëherë, do të heqë dorë nga 100 milion lek të vjetra. Vjen zarfi blu. Blu është këtë vit? Blu. Mirë se erdhe Decka? E kap blu. Më fal. Jo, Decka, Becka. Mirë se erdhe Becka? Kap blu. Si dhe njërë? Gëbëbë. Arbana nuk është Becka. Arbana, do të ndihmoj pak. Nuk është Becka, nuk është Becka, është Vlluldu. Është Vlluldu. Atëre vjen zarfi. Nga? Mirë se erdhe Bëllgullu. E kap blu. Mirë se erdhe Gëbëbë. Perfekt se ke blu. E imagjinoja Arbanën që thot mirë se erdhe Gëbëbë. Babin zarfin? Kalbana. Faleminderit Decka. Çfarë tha? Asgjë kalban. Atëre personi i cili lë me njëherë shtëpinë është Olti Curri. Gu. Olti Curri la shtëpinë. E la? Mirë, 068. Më thuaj një shprehje që ti që do ishte në dhomën e rrëfimeve. Çfarë do duhet të rrëfeje për publikun e gjerë? Gjo. Në atë parë duhet të gjeni një dietolog për Olti Currin. Dietolog? Të dobësohet. Është shumë shënosh e punë. Është për janë Azeske, Pelazes, ke Pirati Karajibëve. Ai njeri është ndoshur shumë dhe ai nga që është ndoshur shumë do të spërkasi kulturë. Po, kështu ka thënë. Kush e gazetar kulturës ta spërkas me pak kulturë. Që i tha Kastretushës. Juve çfarë punë bërin në jetë? Dobëso Olti. Atëre Të tuam të mirën. O Gugug. Kjo plo. Je në dhomën e rrëfimeve. Po. Çfarë do duhet të tregoj tani në këto momente? Ishte bozi ti jari. Ha? Ro. Kush? Ai rrugësh. Më du të jegi. Ik Gugug. Se fillon lajme këtopi. Ik se fillon lajme këtopi. Do është skandal. Ka një gjysore pastaj fillon lajmi këtu. Mirë, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit Kalbana. Galbana. Jo, Galsala. Dhe Galladi. Kur është e hidhur, është Amara. Kur është e ëmbël, është Dolce Kalbana. Mirë, gjithë mirat për Gugu. Ne do ndjekemi me një këngë sepse do kem pak publicitet dhe përgjithësisht në fundit ku di që janë personalitetet të artit të kulturës dhe të politikës shqiptare që marrin telefon. Aty ku ndizet. Atëherë 068 43 dhe 1 068 40 3381. Tema për sot është. Ka thallë me për Big Brother. Po, çfarë strategji do të përdorin ju për të fituar 100 milion? Duke folur, duke biseduar, duke telefonuar, edhe kjo bluzë jote sa bukur është, se vjetër. I lava duart. I lava. Shumë mirë. Rikthehemi për gjysoshin e fundit të Rikoshet, sepse ne sot po flasim për Big Brother, me që është një fenomen social shumë interesant. Pavarësisht se gjithë thonë që Big Brother, po çfarë, kush futet, si kanë këto më, por kurioziteti është i madh. Si sillen këta njerëz, çfarë bëjnë, çfarë diskutojnë, a janë zgjuar, janë idiot, a janë budallënj, a janë koshient, a janë moralshëm, apo janë pamoralshëm? Këto janë gjithë ajo shtëpi për 100 ditë. Dhe ne jemi pjesë e kësaj familje të madhe, ku bën dhe këtë emision real. Ka çdo 100 milion Saksano. Alo? 100 milion që jam. Doktori. Ju më burr. Si më mësuar? Po thosha me Adin si smoj doktori, ma mund që thash. Po si smoj. Nuk kemi mësuar të marrin këto oraj. Gjithmonë në parë. Kishte një mungesë, se sa i mungon te këtë emisioni, pikërisht ishte telefonata jote doktor. Mirë, ti si ke qenë? Hajde më mirë. Fillon Big Brother, e mori vesh. Adi bullava,
Unë kom gjithë po viti që kom Big Brother në Leo Shemia. Sa do e ta thoja këtë gjë? Po çdo vone ka me kamera, korridor me kamera, banjë me kamera, korridor me kamera. Edhe pacientët e klinikës tënde luajnë si Big Brother, si banor aty? Po, madje ti në fund të trajtimit, qofse do, pagun një lloj tarife, pas ti ditëve, dhe merr me DVD për vullnetate që Leo Shemia. Po mirë, kush fiton njëri aty? Si? Fiton njëri aty? Fiton shëndeti mi gjitha. Shëndeti mi gjitha. Domethënë ti je nxjerr të shëruar që aty. Jo, e pëlqen të shëruar. Domethënë në rastet që deli shëruar. Qartë. Për shembull, rri 10 ditë, e ka 10.000 lekë, 1.000 lekë dita. Pagu 10.000 lekë me DVD-n për 10 ditë të tua. DVD e grafisë, për 10 ditë të tua. O doktor, kemi një regji, kemi furgonë, ke vura atë furgonë që s'lëviz asherë? Po, ai voti që aty regjia. Është regjia lëvizse. Jo. Ai s'lëviz asherë. Është regjia lëvizse. Doktor, në lojën e Big Brother, le ta themi kështu, zhvillohen gjithmonë në çdo ditë të Big Brotherit ka lojra. Ka lojra? Po, luan, sa janë lojra. Po aty keni lojra, doktor? Po, kemi lojra sepse ka raste që vijnë pacientë që s'kan mundësi për të paguar. Atëherë ju duhet të plotësoni buxhetin, themon. Edhe bëjnë lojra. Bëjnë. Si plotëson buxheti me lojra? Për shembull, kemi pasur një lojë thamë do luzi Suambylsi. Po. Kupton? Që ta argëtojnë edhe pacientët e tjerë që s'luajnë dot. Suambylsi. Si kena gjetë mo? Po mirë. Po lojë interesante. Ka që se 9 veta mungoj, nuk është e. 9 veta. Ka raste luajmë Counter-Strike. Edhe Counter-Strike. Counter-Strike. Mirë, doktor, keni zhvilluar edhe një lojë në klinikën tuaj, një lojë me operacion. Live. Ç'është kjo lojë? Po, e kemi edhe aplikacion atë. Aplikacion? Operation Live. Operation Live? Si isa live-i? Isa live është Operation Live. Nuk është si live aty, është Operation Live. Duhet jetë nam në shikim, në klikim, në view, ha? Është kështu valla, aplikacioni më i shkarkuar mbas Kill Billit. Supozojmë doktor se loja është për të hequr Thompson. Po. Insert coins. Si fillim? Put lekën jetonin. Put jetonin. Select organ. Select organ. Zgjidh organ. Jam kurios. Jam kurios. Ka pas ndonjë Operation Live për syretlik? Po ti, aty shko direkt. Aty shko men. Aty shko. Ka i gjithë ato organe që ka trupi njeriu, aty shko. Po si kam. Po më pëlqen syretliku. Kemi bërë jo vetëm syretligje, po kemi bërë marmitë sportive. Që do thot marmitë katalitike. Për hemoroidet. Ishte njëri nuk kalon të kolaudimi. Pse? Si është shumë tym? O doktor, po pse të kolaudim? Për sa do të kalonte? E kishte nivel legal nga shumë mëll? E ka. Edhe në rrugë dalojnë në rrugë? Edhe nuk kalon të kolaudimi 3 herë, tani herë fundi do digjesh një tash që Shemia. Një tash 3. Hapi shalën. I futet. Doktor, po, në shtëpinë e Big Brotherit pretendojnë që të bëhet zhvillohet ose të ketë marrëdhënie dashurie, s'e themi dot seks, po aty në klinikë ka? Edhe ne kemi këtu marrëdhënie ndëretnike, ndërfetare. Kemi marrëdhënie. Casanova jam unë. Pacientët mund të bëjnë seks me njëri tjetrin në klinikën tuaj? Po, ne filmojmë. A kanë tubat, kanë këtu vigonët nëpër durë apo kështu? Tek. Po s'ka gjë, ja. Plaga hapet nga shtrëngimi. Edhe hapet nga qeshmja, plaga. Hapet nga qeshmi, ke drejt. Unë jam Casanova, për shembull. Casanova. Sa për nas vesh maskën, edhe bie derës. Pam. Te dhoma? Është pacienti. Jam Antonio Casanova. Kemi një vajzë të re me sa dëgjova. Këto fillon shpërthimi i derës. Po aty si Big Brother dhe Casanova bën detyrën si personalitet seksual që ka qartë. Do të ma bësh po tregova. Si danoç katolik që është. Si ishte kjo? Danoç katolik. Do të ma bësh po tregova. Nuk tregon. Dhe ti vazhdon detyrën, ë? Alo, vazhdon. Po. A? Në Big Brother. Doktor, ju ka pizza në kokë. Jo, doktor. Ti nëse sepse ti je psikolog, përveç se je një kirurg i shkëlqyer, ti je një psikolog shumë i mirë. Çfarë do të bëjnë këto çifte në Big Brother, të japin një mendim që të fitojnë 100 milion? Atë rreth parë çifte duhet krijojnë aleat. Sa shumë aleat. Aleancat pra e famshme. Moment që krijojnë aleat, duhet gjeni krevat dhe
Jo, Deri ditën e fundit Big Brother. Deri në fund, Artizane. Do të thënë me aleat edhe me përplasje Pastaj, në ndimesh. fillon strategjia. Cila është strategjia? Kush? Po. Darke? Aha. Artizane të lusin dorët e. Artizane vën qylimat e. Për shembull, ndodh që skualifikohet një nga aleatët e tu. Po. Rrimi do ta mundi me forcë. Si? Ka vend darke. Partizane lusin dorët e. Partizane të lusin dorët e. Dua shfrytzuar të gjitha ambientet e Big Brotherit. Do të shih të gjitha ambientet. Të gjitha ambientet e Big Brother do shfrytzuar. Për shembull, banjot me sapashon ke format domethënë ishin të mëdha që mund lave 6 veta, 7 veta brenda. Patjetër. Mund të ndezin dritën të organizohen, domethënë. E zëm se s'ka shapo. Ikin dritat. Ikin puni. Po. Partizane. Artizane më qylimat e. Ashtu, Dhomë rrëfimi kë keni në klinikë ju? Dhomë rrëfimi? Po. Ne kemi dhomë rrëfimi, për çdo kat. Po? Për çdo kat kemi dhomë rrëfimi. Çka ka brenda dhomën rrëfimit? Po, kemi edhe një analist. Analist, e kush pyet aty? Po. Problemet anale. Problemet anale. Analist është doktori që merret me marmitën. Po. Analist është me gjithë rrugët anale të Rrjetet e gazit. Ky e kap selbin në mënyrë analitike, si besoj. Do pacient kur do të rrëfet, jep një kampion urin, një kampion gjak. Bën analizën. Pastaj analisti e kthem rahat dhe zbërthet. Ose është ajo feçe. Po doktor, po ato me rrjedhje gazi që kanë. Po, ata i ndrojmë valvën, valvën e suportit. E ndrojnë atë valvën. E bën Atë me impiant gazi dhe ata që kanë me impiant gazi, që kanë rrjedhje. Ne ndrojmë valvën e suportit. Po. Edhe kalon direkt, e bëjmë takimin. Sa njerëz mirë sa ai? Sa kalon direkt në gaz. Ka nevojë me vonë 2000 euro. Mirë. Ik doktor, faleminderit shumë, gjithë mirat, suksese në punën tuaj fisnike. Bravo. Edhe unë uroj suksese së ndarë kur shkoni ka festa dhe uroj që faleminderit shumë. Artizane në qylimate. Përshëndetje nga policia rrugore Tiranë, thot. Përshëndetje që kanë unë me shumë gjashta, me 9 dhe 6 pastaj. Mos harroni përshëndetje për ne çdo javë. Si se dini ju bonusin, çdo gabim e keni të falur. Haj shnet nga Tiranë. Ne përshëndesim policinë rrugore Tiranës, janë çuna dhe goca shumë të mirë. Po ke qef të shohësh, edhe të bukur janë, ka lezet më burr. E të komunikosh me kështu. Përshëndetje shumë për policinë rrugore Tiranës. Le të plasin aty policia rrugore e Belgjikës. S'ka nevojë fare. Ne përshëndesim Tiranësin ton. I kemi shtetin ton. Njerëzit e policisë kemi. Po, është Hermani, është fantastik fare ai shefi, domethënë. Je vete? Po, ai kam mikun tim. Ama le. O no. Jo, mori policia, çan ngeli. Përshëndetje policia Shkodrës. Samir. Kë jemër. Se kemi për të ndarë diçka dhe me Lylli se u largua. Po Lylli u largua dhe iku për Londër. Ka e me madhe gjithë që largua Lylli nipi da Lylli. Po pa iku nipi daja Lylli po. Po ajo që kishte në vallë shpëra drejtë po jeta ka mirë ka vënë vetë vetë. Po daja Lylli si është, dini gjë? Komo ja vli, më sa drejtë ka vënë ja vli. Ja vli. Komo ja vli këtu bon, ka këtu i do vilet bon. O, policia e Shkodrës. E para punës herë ju urojmë këtë ditën e Ashurës. Keni filluar? Jo, këta jeni katolika apo musliman? Ka. Ka jena protestant. Protestant. Jo, mos. Ja. Mas. Katolik. Po do jo, do la dia, tan katolik. Nuk ka. Po do Honda Shurën me Andrej. Çanu. Ç'është? Honda Shurën. Honda Shurën. Pavarësisht nga bindjet politike që kanë, kështu fetare që kanë. Si kishte emrin ky se gjithmonë ndron? Alexander. Po ka filluar Big Brother, ka ardhur edhe në Shkodër besoj sinjali. Po sigurisht. E kemi marrë me Andrej, ka bëjë shumë, kena instaluar këtë në radio tonë Big Brother. Edhe dëgjoni, edhe audio. E jam audio me Andrej, tan kohë. Kemi shok toni në tim Gjiran se ja ka dhënë një password. Simi shuit. Simi so. I bëjt valë tanë me ulli nga Kanadaja. Në ka ju i gjashtë ulli.
Alexander Kanadaja kanë bët fala ne më. Alexander përshëndesim Myllot. Përshëndesim Myllot. Alexander. Doli Avdylli. Daj Avdull. Atë ke Daj Avdylli. Unë e di. O Daj Avdull, ti ka përshtypjen që jemi mustaqet mëdhaja. Që ke si smur apo s'ke që nga që poshtë kështu? Jam kënë tukajt të njëllë. Daj Avdull. Nga i këllili. Kalada. Kalada? Po t'ke në Kalada? Po nuk ka problem. Ti do të i këllili në Kalada. Vazhdojnë ti marri kontaktën? O sa qesha. Majmë kontaktit e pastaj Avdylli. I keni kontaktet në gjithë rrjetet në Facebook, në WhatsApp. O Daj Avdull. Pajzani kisha bon me i dhanë cali. Dhe kështë më dhënë lek Yllit më. Si ti atërkojmë o intro? Me të hëllë. Gëjtë si fusikë. Mi që me dëhëllë. Lekët me dëhëllë. Të lulli. Mos është reklam dhe në mbyllë e gojë të shi. Më mirë Të lulli. Si të duket Lulli. O Daj Avdull. Doja lulli. O të ti doja bëdy. Unë mendoj që Daj Avdylli është një nga basët më të mirë në shqiptar. Si basë. Dhe kompjuteri nuk shkon nga i po. Daj Avdull. Është sezoni krapit tani aty më duket në Twitter. Po. Leni më krapit. Klapit. Sezoni. Po. Në thellushin. Në thellushin dhe më dhënë. Në thellushin dhe në verën e në thellëshit. I ne pasjojt klap me lulli dhe Daj Avdylli. Kili qeni shkodlës. Ka qenë një... Barkën e kishë me motor apo me vel? Ka qenë një... Me vela. Po, kalaja Lozafës. Valk me vela. O Daj Avdull. Pyll. A më pyte, Daj Avdull pyte. Ka qenë një hero, Palme Lyshi. Njovim njën shkoder, kujroj Palme Lyshin. Njovim njën. Po, Palme Lyshi ka qenë i famshëm, i shkoder që luftoj diversantët. Ba, i famshëm, po si rrëka. Humorja vështirë. Apo ka qenë diversant Palme Lyshi. Humorja vështirë. O Daj Avdull, ti e ndjek Big Brother. Rasi ta thot me lo. Njeki për ma shumë ka pas njek lulli. Kush nga banorët e tanishëm Daj Avdullin për qenë? A i gjoni një ka bo laluari. Kush është tu më? Po, edhe një pyetje, ne keni të regjistruar në radio tuaj të dyja pistat e Big Brother 1, Big Brother 2? Po, Big Brother 1 ke OHF 34 dhe Big Brother 2 ke OHF 36. Ke UF 34 dhe 6. Ka, këtë regjistruar. Mirë, dëgjim të këngësëm, sepse për pa ju Po, dalë talve nga shkolla nga qyteti më i bukur në botë. edhe ju keni falë nga gjithë policët e Tiranës. Me që ne jemi në qendër të Tiranës, është një piramid. Jemi pothuajse në fund të emisionit, ha? Ka përshëndetje nga Mr. Rikoshet Koli Ustaj. Ky është një nga ustallarët më të mirë shqiptar. Ka një brigadë të shkëlqyer. Dhe unë njoh, ky është Koli, simpatik, Dibran nga Ana Inxa Ustaj. Jo, nuk është Dibran. Usta Koli. Ky ato tullat e bukura ke pallatet e mi, ky i bë. Ky ka bën ato tullat e bukura. Ato tullat e kuqe. Da s'kemë shtrubanjën duket. Jo, tullat që bën dekorimet e pallatit. Qartë.
E, po thuj që i ti Koli na japi tatulla se më duhet me rregullu I pjesë muri ke pallatin. E ngjove Koli, tulla për Florin. Tulla po tubar. Edhe tulla dhe tuba. Tulla me L. Po tulla me lulli. Me L si lulli. Banori. Sot s'ndodhi asgjë. Asnjë nga banorët nuk hyri. Asnjë nga banorët nuk doli. Ojti thuri se asnjë mendim. Arbana I të ngju. Arbana kisha rrit lesh në konve. Po do jetë emision I ri. Lesh I konve. Pas Big Brotherit. Kështu që ç'a themin? O Shako! Sharko? Peshka qenë. Strale si ke mirë strale. O Flordi. Flordi. Po e mbyllim se na piri birë tash, do të me me rëpi një rëpi, Indri. Ne I falenderojmë gjithë ata që çuan mesazhe, dhe ata që nuk çuan, dhe ata që qeshën, dhe ata që e kanë Big Brotherin në zemër. Që vdesin për Big Brother. Ata që vdesin për Rikoshetin, do thosh. Vdesin. Çka, unë them që është një emision, një reality show që me të vërtet në shumë rasteve kritikohet nga disa njerëz, por ndërkohë shikohet më tepër nga shikohet shumë. E shoh plagin tim. Nuk reagojnë. Shi. Për ta parë, këta kanë marrë pilaf e kanë futur në qese dhe e çojnë atyre, kurse këta kanë marrë groshe e kanë futur në qese dhe e çojnë atyre. Po ba, seriozisht s'mbesohet që po ndodh kjo gjë. E më mirë na telekomandë. Ky është efekt. Mirë. Ju falenderoj shumë për gjithë mesazhet që dëgjuan, gjithë ata që na dëgjuan, domos ato që ishin për makina, na dëgjuan dhe jeni të kujdesshëm në rrugë. Bravo, patjetër. Dhe për të gjithë ju që do çuditeni se çfarë do ndodhit mërkurës tjetër, do jemi prapë këtu. Hajde Shako! Me vrap! Sa bukur! Ka që për sot dashur miqë, ishte një mbrëmje spektakolare. Në fund gjithë një vend parkimi dhe gjeta me lek. Një parashikim për ndeshjen e radhës midis Italisë dhe qytetit Palermo. 1-0 për ne. Do thonë italianët. Okej. Indri, Flori, Adi, Salzano. Gjithë të në quajnë mesazhe duke venderuar mos harroni. Donnarumma të luaj. Bëni shumë me kapuç. Puç.